tham prej smundjeve më të mëdha, në botë është njerëzit, tash mos hin aspektin medicinal, është prej stresit. Stres do të thotë të i kalim i qefeve të mëdha ose brengave të mëdha, që nuk kanë kufi. Allah ja hub bereqetin e jetës. I ka këtë mirat ban vetvrasje. Ka hub në berz 10%, 15%. E ka një sprovë të vogël, ai se ne duranat presion, ai ban vetvrasje. Vetvrasja nuk është e fukaraja shumë. Vetvrasja është e ata që kanë shumë jashtë, ama janë zemër ngushtë. Edhe çka? Allahi atina e ka bë tërë mrena dhe tërë për tërë të shkojnë gjene më shpejt. E përshpejton procesin. E prandaj ne këtë dritë islamit që e kemi në zemër, këtë vlerë, këtë fe e vetëm e pranuar të Allahut, edhe vetit, edhe tjetrit duhet më dasht. E treta, pse njerëzit bëjnë vetvrasje? Se nuk janë të kënaqur me kaderin e Allahut. Na prej shartave të imanit besojmë në 6 sharta, apo? E 6 është el imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. E funit çka është? Wa bil qadarihi khairihi wa sharrihi min Allah taala. Ne jemi nën kontrollin e Allahut të Madh. Allahu e ka caktuar dhe usos. Të ka vdek djali, të ka vdek baba, të ka vdek kaderi i Allahut. Atëherë ti se prish gjoksin tan je i nënshtruar kaderit të Allahut, dhe kjo është grada e lartë e imanit me besim kaderin e Allahut. Prandaj njeriu zemërxhan është që beson në caktimin e Allahut, se Allah e ka caktuar mo jetun çështu që jetojë. Që nuk do të thotë që dush ti më nënshtru edhe mos më përpjek në dynjë. Jo, përkundrazi, ne i marrim sebepet, po ne si musliman kur të ndodhin gjëra dhe çka ndodh, thojna qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al.